Agasin. Bashkë me Irena Dumanin, Irena Maneku Gjoka Dumani e të tjerë. Festonin, Gysi festonte se asnjë mandat ndërkombëtar nuk është të lëshuar për arrestimin e tij. Gysi, Gjoja, është në kërkim. Ai në fakt rrugën më të shpesh që bën, e bën për në Surrel. Po ta quajmë Surreli një rubrik tjetër, atër mund të themi, por ai është një vizitor i shpesht i Surrelit. Tani, sot thash, Dumani merr dhe mbiemrin Maneku, sepse në një akt më të turpshëm, në një akt flagrant të mbrojtjes së krimit, Edi Rama dhe Altin Dumanin nxorën të pafajshme Irenën me 5 mbiemra. Çdo qytetari i kërkoi vëmendjen e tij, sepse ky është një rast unik në historinë e drejtësisë, se si një kriminale, se si një delinkuente hap dosje me urdhër trams tek Altin Troplini me qëllim në vetëm për të nxjerrë e pafajshme. Irena Maneku, sipas dokumentave Gjoka Dumani, sipas dokumentave që kam paraqitur këtu, është përzën zbuar 2 herë nga Greqia, sepse ka falsifikuar dokumenta dhe jo vetëm dokumenta, por ka falsifikuar edhe kombësinë e saj. Ka shkuar me dokumenta dhe me vizë të falsifikuar, çka dënohet si akt, por ka shkuar edhe me kombësi të falsifikuar, mbasi është paraqitur si minoritare në një kohë kur ajo është myzeqare. Përveç kësaj, Irena Maneku Gjoka Troplini, apo Dumani, ka mashtruar, është sepse ka autorizuar avokatin që të ndjek çështje gjyqësore, në ndjekjet çështje gjyqësore, gjykata administrative e Janinës e ka dënuar me 1 vit burg për falsifikimin. Tani, shikoni se çfarë horrash, pa moral, pa nder, pa dinjitet, pa ligj janë këta. KLP-ja e merr në shqyrtim dosjen dhe pasi prokurori i përgjithshëm deklaron se është e dënuar në Greqi, Irena Gjoku Maneku me mbiemra të tjerë, është e dënuar në Greqi, KLP-ja e Irenës apo Irenat e KLP-s nuk e marrin në shqyrtim vendimin e prokurorisë, por deklarojnë se këtë duhet ta shqyrtojë ILD-ja, inspektori i përgjithshëm. Sikur kjo nuk ishte prokurore, pristi, shkon me tutje. Altin Troplini me urdhër të Edi Ramës, sepse kjo që ta dini, është shoqe, fort shoqe, që drekon dhe darkon me lindën e Surrelit. Në fakt, ka një restorant atje që ai muret e tij flasin shumë, se dhe restorant kanë muret edhe muret kanë vesh dhe sy. Pra darkon dhe drekon me lindën e Surrelit.
Pra, me porosit e Edi Ramës, Altin Troplini i hap çështje penale kësaj, pa emër. Pse pa emër? Sepse në qoftë se do t'i hapte çështje penale me emër si ç'ishte njeriu i përzan nga Greqia, njeriu i dënuar në Greqi, atëherë ajo duhet të largohej nga detyra, automatikisht me hapjen e çështjes penale. Por çështja penale u hap pa emër, për të mbyll me emër. Çfarë mbyllje të turpshme? Një mbyllje të tillë mund të bëjë vetëm Altin Troplini dhe askush tjetër. Mbyllja ishte se Irena me 5 mbiemra nuk e ka ditur, pavarësisht se ka autorizuar avokatin, por nuk e ka ditur se është dënuar nga gjykata greke. Dhe me këtë rast, ajo del e pafajshme. Pa çka se, në të gjitha rastet tjera të padijes, i padituri është dënuar pa asnjë hezitim. Kanë qenë gjykatës të lartë dhe kushtetues janë dënuar dhe nuk është pranuar deklarata e tyre se nuk e dinim. Kanë qenë gjykatës të tjerë po kështu. Edhe këshilltar të këshillave bashkiake janë dënuar dhe nuk është pranuar se nuk e kanë ditur dënimin në vendin tjetër. Nuk ka një akt më të shëmtuar. Kjo është fytyra e tyre. Përveç kësaj, Irena me 5 mbiemra nuk ka falsifikuar vetëm në Greqi, nuk është dënuar vetëm në Greqi, po ajo ka falsifikuar të paktën 5 herë për çka dënohet penalisht të gjithë formularët që ajo ka plotësuar për vettingun, formularët që ka plotësuar për ILDKP-n, formularët që ka plotësuar për emërimet e saj në gjykatën speciale. Pra, janë 5 formular në të cilët ajo ka mashtruar shtetin shqiptar. Por Altin Maneku e ka injoruar totalisht gjithë këte në një kohë kur çdo person tjetër i cili është gjetur se ka falsifikuar formularin është dënuar dhe penalisht dhe është nxjerrë nga detyra. Kjo nuk ndodh me Irenën me 5 mbiemra sepse është e mbrojtur nga familja më mafioze e Shqipërisë, që është familja Rama. Përveç kësaj, përveç këtyre, Irena Gjoka Maneku Dumani ka fshehur pasurinë e saj. Çdo zyrtar i gjetur në fshehje pasurie është ndëshkuar sipas ligjit. Irena ka fshehë apartamente e garazhe, por këtu e thirri, tani t'u them një gjë, e thirri Altin Dumani. I tha, si ke fshehur ti këto? Po ti tha, si ke fshehur ti këto 4 shtëpit? E kuptoni se s'je neutralizuar njëri tjetrin? Unë i kam fshehur, tha, po dhe ti ke fshehur. Unë kam mashtruar dhe ti ke mashtruar dhe kjo del 0 pastaj rezultati. Kjo është e vërtet. Ju duket si habi, po kjo ka ndodhur, se këtu ndodhin çudira. Kështu që Irena me apartament të fshehur, me garazh të fshehur, në vend se të shkoj aty ku ka vendin në burg, i thot Troplinit, i thot Dumanit, shif pak vetën tënde, edhe këtu do i sjellim dhe ato, edhe ato Dumanit. Do i bëjmë pak atë të gjithë, sepse ka mashtrime të turpshme dhe ai, dhe së shpejti do të merrni vesh, por thash një herë më mirë të merremi ta përfundojmë me klientin e tij, pastaj t'i kthehemi edhe Troplinit. Kjo është, si të shifni dashur qytetar, pyeteni veten. Cili qytetar shqiptar i cili ka kryer 5 shkelje trana ligjore krime
nuk përballet me ligjin, duhet të jesh gjykatës special ose prokuror special që të mos ekzistojë ligji. Këta janë llumi i shtetit shqiptar, janë turpi i zyrtarëve shqiptar, këta nuk kanë ligj, moral, dinjitet, përveç se krim dhe vetëm krim. Zoti Berisha, javën e kaluar Ja, tani edhe këtë libër, urdhëroni, cili doni, 30 libri paraqet, 35 falsifikime të Guzhinës, Dumani, Kraja, Melonaj. 35 falsifikime të dokumentuara nga Guzhina, Kraja, Dumani, Milonaj. Urdhëroni tani. Zoti Berisha, javën e kaluar SPAK nuk u shpreh kundër thirrjesit dëshmitar të kryeministrit Edi Rama në dosjen e Themelit, dosje Partizani. Urdhëro edhe një herë. Javën e kaluar SPAK nuk u shpreh kundër thirrjesit dëshmitar të kryeministrit Edi Rama në dosjen Partizani, por ja lanë të çmim gjykatës. Çfarë parashikoni ju, do ta pranojë gjykata këtë kërkesë për thirrjesit dëshmitar të Ramës?